Shqipëri-Serbi u luajt në stadiumin Air Albania mbrëmjen e djeshme, por pavarësisht rasteve të kombëtares kuqezi dhe 11 metrëshit në favorin ton përfundoi pas një gol. Mediat serbe dënuan sjelljen e tifozëve shqiptar gjatë sfidës së mbrëmshme Shqipëri-Serbi. Në disa tituj të tyre gjen edhe fraza të egzageruara ku thuhet se huliganët shqiptar goditën lojtarët serb në kokë disa herë, pasuar me ndërprerjen e ndeshjes. Gjithë atmosfera në Tiranë nuk hezitojnë ta quajnë terror, skandaloze apo ferr. Në artikujt e tyre për këtë sfidë shumë të diskutuar, veçojnë momentin e penalltisë më të rëndësishmi në favorin e tyre, portierin serb Đorđe Petrović e quajnë heroin e kësaj përballje. Terror në Tiranë, shqiptarët nuk ndalen me skandalet, huliganët shënjestrojnë përsëri futbollistët tanë, gjyqtari nuk e ndal ndeshjen, është një nga titujt pompoz. Kombëtarja serbe e futbollit 0-0 kundër Shqipërisë në transfert, edhe pse publiku në vendin ton priste 3 pikë. Në fund një njeri është përgjegjës për fitoren e shqiponjave dhe emri i tij është Đorđe Petrović, shkruan një tjetër media serbe. Ndeshja u shënua nga sjellja e tmerrshme e huliganëve shqiptar, të cilët ndërpren duelin 5 herë duke i goditur lojtarët e Serbisë me sende në kokë, shkruhet në artikullin e një media tjetër serbe. Serbia luajti pa gola në Tiranë në atmosferën e zjarrt të stadiumit Air Albania në një ndeshje që u ndërpresh kurtimisht 3 herë për shkak të shtënave të lojtarëve mysafir nga tribunat. Vazhdojnë artikujt e pafund të mediave të Beogradit. Ndeshja u luajt në kushte të vështira për shkak të sjelljes pakuttueshme të tifozëve shqiptar, të cilët goditën 3 futbollistë serb në kokë me sende të ndryshme, raporton një tjetër. Kombëtarja serbe kontrolloi ndeshjen në pjesën më të madhe dhe kishte më shumë posedim të topit, por pati vetëm një shans premtues, kur portieri shqiptar bëri një pritje të shkëlqyer të gjuajtjes së Aleksandr Mitrović. E vetmja pikë ndritshme vazhdimisht për ekipin e Dragan Stojković ishte portieri, i cili është përgjegjës për të siguruar që Serbia të mos largohet nga Tirana pa pikë, shkruan një tjetër media e Beogradit.